Gjatë gjithë Rajhut të Tretë, imazi publik i regjimit u ndërtua me saktësi milimetrike. Çdo uniform, përshëndetje, himn dhe ceremoni ishte pjesë e një makinerie simbolike më të thellë nga ajo që shfaqet në imazet zyrtare. Nuk ishte vetëm një diktaturë ushtarake, funksiononte si një strukturë fetare alternative, e krijuar për të zëvendësuar zakonet tradicionale me kode të vetat. Nga estetika deri te liturgjia, nacionalsocializmi mori element të lashtë, i përzjeu me ezoterizmin gjermanik dhe i përkteu ato në akte rituale kontrolli, përkatësia dhe besimi. Kjo përzierje nuk u kufizua vetëm te parakalimet apo funeralet. Ajo depërtoi edhe në hapësirat private, duke shndërruar akte të zakonshme si martesa në shprehje ideologjike të skenarit të kujdesshëm. Në kupollën e pushtetit, këto lidhje nuk ishin thjesht bashkime personale. Ato u shndërruan në pakte të vullosura me tokë, zjarr, runa apo shpata. Çfarë nënkuptonin realisht këto ceremoni të fshehta pas skenave? Cilat ishin ato dazma të heshtura që përfaqësonin anën më të mbyllur, fanatike dhe të ritualizuar të Rajhut të Tretë? Heinrich Himmler and Margareta Boden, Martesa zi laboratori I kontrollit shtëpie. Në vitin 1928, Heinrich Himmler, një njeri atëhere ende lart pushtetit që më vonë do të përqendronte si shefi I SS-s, u martua me Margarete Boden. Ajo, vajza e një tregtari të pasur, kishte punuar si infermiere dhe për standardet e kohës, përfaqësonte një zgjedhje konservatore dhe të harmonizuar me pritshmëritë tradicionale. Megjithatë, pas kësaj pamjeje të normalitetit Borges, fshihej një marrëdhënie e shënuar nga strukturat e ngurta, norma racore të imponuara dhe një dimension I thellë simbolik që funksionoi si zgjatimi I aparatit ideologjik nacional-socialist. Përmes kësaj bashkimi, Himmler jo vetëm organizoi jetën e tij intime, por artikuloi një model jete familjare që synonte të replikohej në elitën e Rajhut. Letrat mes të dyve dhe dekretet e hartuara nga vet Himmler mbi martesën në SS lejojnë të rindërtohet me saktësi karakteri I strukturuar, hierarkik dhe I planifikuar në mënyrë obsesive I marrëdhënies së tyre. Në vitet e para të bashkëjetesës, Margarete mori një rol të përganduar në organizimin praktik të shtëpisë, më shumë se sa në shkëmbimin emocional. Letrat e dërguara nga Himmler, larg shprehjes së dashurisë apo afërsisë intime, përmbanin përshkrime të sakta mbi rutinat ditore, punët shtëpiake dhe udhëzime mbi menaxhimin familjar. Në to komentoheshin çështje si përparimet shkollore të Gudrun, sjellja e shërbëtorëve, itineraret e udhëtimit apo vendimet ushqimore. Stili ishte teknik, pothuajse burokratik. Kjo mënyrë komunikimi nuk zbulonte ftohtësi, por një vizion utilitar të jetës familjare si ingranazh funksional brenda modelit disiplinor që ai aspironte ta riprodhonte në të gjitha nivelet, madje edhe atë privat. Paralelisht me këtë dinamik shtëpiake, Himmler hartoi dhe shpali në vitin 1931 një urdhër që rregullonte martesat brenda SS-së, në të cilin projektoheshin të njëjtat parime që drejtonin jetën e tij bashkëshortore. Dokumenti përcaktonte se asnjë antar I SS-së nuk mund të martohej pa miratimin e Reichsführer dhe se ky miratim varej nga fakti nëse të dy bashkëshortët e ardhshëm dëshmonin pastërtinë e gjakut arian dhe shëndet të mirë të trashëgueshëm. Bashkimet shndërroheshin kështu në një mekanizëm të inxhinierisë racore, ku dashuria I nënshtrohej projektit biopolitik të regjimit. Himmler I shtrinte të gjithë antarëve të urdhrit të tij të njëjtat kritere për zgjedhjeje dhe planifikimi që kishte zbatuar në jetën e tij personale. Marrëdhënia me Margareten funksionoi gjithashtu si hapësirë mbikëqyrjes ideologjike. Në letra,
Ai komentonte rregullisht përshtypjet e tij mbi sjelljen e personelit të shërbimit, familjet e të njohurve dhe qarqet shoqërore të gruas së tij. Korrespondenca e mbajtur mes 1939 dhe 1945 tregon se edhe në vitet më intensive të luftës, Himmler mbante një frekuencë të theksuar shkrimi drejt gruas së tij. Në shumë prej atyre letrave, ai e informonte për zhvendosjet e tij, vendimet e marra në front dhe madje detaje mbi trajtimin e të burgosurve. Më shqetësuese është se ato rrëfime që përfshinin informacion mbi deportimet dhe kampet e përqendrimit ishin shkruar në të njëjtin ton me të cilin fliste për receta, rregullime të kopshtit apo shëndetin dentar. Kjo bashkjetese të brutales dhe të shtëpiakes zbulon një shkëputje emocionale të planifikuar, ku zhdukja masive bashkjetonte pa kundërshti të dukshme me detyrat e përditshme të një shtëpie të strukturuar. Margarete nuk merrte pjesë aktive në vendimet politike, por as nuk shfaqte mosmarrveshje. Adezivimi i saj ishte pasiv, por i fortë. Në ditarët e saj, që janë pjesë e arkivit familjar, ajo shënonte me krenari arritjet e burrit të saj, ngritjen e vajzës së saj në qarqet rinore naziste, dhe zhvillimin e planeve familjare. Në asnjë moment nuk shfaqet një reflektim kritik mbi projektin e Rajhut të tretë. Përkundrazi, ajo ndante obsesionin për pastërtin, disiplinën dhe përjashtimin e gjithçkaje që konsiderohej e papastër. Shtëpia funksiononte si një mikrokozmos ideologjik, ku vlerat e regjimit naturalizoheshin në çdo veprim të përditshëm. Një nga aspektet më pak të përmendura por thellësisht zbuluese ishte mënyra se si të dy organizonin dhuratat dhe festimet e tyre. Në listat të detajuara, Margarete shënonte dhuratat e dorëzuara oficerëve të rangut të lartë, produktet e dërguara familjarve dhe datat përkatëse. Gjithçka ishte klasifikuar, etiketuar dhe vlerësuar. Mirësjellja nuk ishte spontane, por e programuar. Kjo, burokratizimi të afektives ishte një zgjatimi logjikës shtetërore. Himmler jo vetëm që dëshironte një racë të pastër, dëshironte një mënyrë jetese të planifikuar deri në gestin e fundit. Martesa e tij me Margareten ishte qelidza e parë e këtij dizajni. Ndërsa lufta avancoi dhe humbjet u grumbulluan, letrat u bën më pak të shpeshta, donse nuk u zhdukën. Himmler shkruante nga vend afër frontit, duke shmangur detajet komprometuese, por duke ruajtur të njëjtin ton, të kontrolluar, të distancuar, të orientuar nga përmbushja. Nuk ishte rrëfime, as dyshime, as ankesa, vetëm raporte. Deri në fund, marrëdhënia funksionoi si një strukturë tjetër funksionale e regjimit. Në dëshirat e tij të fundit, të hartuara në prill të 1945, Himmler nuk i kushtoi asnjë resht Margaretës. Emri i saj mungonte në testamentin politik. Nuk ishte asnjë përmendje të familjes, as ndonjë gest personal. Lidhja që për vite me radhë ishte mbajtur mbi disiplinën dhe parashikueshmërinë, u shpërbë pa ndarje apo lamtumir. Thjesht ndërpreu operimin. Kjo martes nuk ishte një përjashtim brenda universit simbolik të regjimit. Ajo operonte në të njëjtat parametra të hierarkisë, parashikimit dhe funksionalitetit që promovoheshin në strukturat shtetërore. Letrat, dekretet dhe ditarët nuk ndërtojnë një rrëfim afektiv, por dokumentojnë mënyrën në të cilën çdo aspekt intim, nga rutinat e përditshme deri te gestet formale, u absorbua nga një logjik kontrolli. Në rastin e Himmlerit dhe Margarete Boden, jeta shtëpiake u organizua si një replik në miniature parimeve që drejtonin SS-ën, e ashpër, normative dhe e përshtatur në mënyrë të përsosur në vizionin racor të Rajhut të tretë. Skenarizimi propagandistik I familjes së përsosur. Angazimi midis Joseph Goebbels e Magda Ritschl u zyrtarizua në vjetor të vitit 1931. Ceremonia u zhvillua gjatë një dite të organizuar posaçërisht në ambientet zyrtare të Berlinit. Ndryshe nga diskrecioni me të cilin ishin kremtuar lidhje të tjera brenda rrethit të partisë, ky event u përgatit me kujdes për të projektuar një imazh publik solid. Adolf Hitler
Në rolin e tij si lider i padiskutueshëm i lëvizjes, shërbeu si dëshmitar kryesor, duke vërtetuar kështu bashkimin në sytë e hierarkisë nacional-socialiste dhe shoqërisë së afërt me regjimin. Që në rininë e saj, Magda kishte mbajtur lidhje me qarqet e pasura të Berlinit imperial. Martesa e saj e parë me Günther Kant, një sipërmarrës i rëndësishëm në sektorin industrial, i kishte dhënë asaj një pozicion të favorshëm social. Pas ndarjes së tyre, ajo vendosi të rihyjë në skenën politike përmes afërsisë së saj me komandat e larta të partisë. Ishte pikërisht gjatë këtij procesi afrimi që ajo njohu Goebbels, atëherë shef i propagandës. Afërsia midis të dyve u konsolidua në kuadrin e eventeve partijake dhe takimeve organizative. Në shkrimet personale të Goebbels, të datuara në mes të 1931, detajohen me saktësi ndërveprimet e para të mbajtura me Magdën, duke theksuar si cilësitë e saj personale, ashtu edhe angazhimin e saj ndaj vlerave të lëvizjes. Ceremonia e dasmës pati një skenar të menduar për të komunikuar unitet të brendshëm. Magda veshi një fustan të thjesht, por të përshtatshëm për kodet simbolike të mjedisit. Vendi i kremtimit nuk ishte një kish apo një zyrë konvencionale e gjendjes civile, por një sallë administrativ e lidhur me zyrat qendrore të partisë. Kjo shmangu çdo referencë ndaj institucioneve fetare tradicionale, në përputhje me shkëputjen progresive të nacional-socializmit nga strukturat klerikale. Goebbels, në shënimet e tij të datuara për atë javë, theksoi karakterin të rregullt dhe harmonik të ceremonisë. Ai gjithashtu përmendi me këmbëngulje rolin protagonist të Hitlerit, i cili jo vetëm nënshkroi si dëshmitar, por i kushtoi fjalë mbështetëse çiftit, të interpretuara nga të pranishmit si një mezazh i brendshëm i vërtetimit politik. Pas aktit, u organizua një pritje e matur, e kufizuar në figura kyçe të lëvizjes. Nuk pati muzik protokollare apo element fetar. Ambienti ishte rreptësisht formal. Në ditar, Goebbels la dëshmi se Führeri shqiptoi një frazë që ai e interpretoi si shenjë besimi të plot. Gruaja jote do të di të ruaj ekuilibrin në momentet kritike. Kjo pohim do të citohej vite më vonë në raporte të ndryshme të brendshme të Ministrisë së Propagandës. Roli i Magdës brenda qarkut të pushtetit Nuk u kufizua vetëm në fushën shtëpiake. Prania e saj u përdor në akte masive, parakalime zyrtare dhe ngjarje të dizajnuara për të promovuar imazhin e gruas ideale gjermane sipas kanuneve të regjimit. E fotografuar me fëmijët e saj dhe e rrethuar nga elemente tradicionale të shtëpisë, ajo përfaqësonte një sintezë vizuale të modelit familjar të shtyrë nga autoritetet. Në dokumentet vizuale zyrtare të 1938, ajo shfaqet e rrethuar nga pasardhësitë e saj në rezidencën e tyre, me një dispozicion skenografik shumë të kujdesshëm. Ditari personal i Goebbels ofron detaje shtesë mbi mënyrën se si ndaheshin funksionet brenda çiftit. Ai merrte iniciativën në çështjet partijake, ndërsa Magda mbante një prani diskrete por strategjike në ngjarje të zgjedhura. Sipas shënimeve të 30 janarit të 1933, me njerë pas ardhjes së Hitlerit në pushtet, Magda u konsultua se si duhej organizuar festa familjare private. Propozimi i saj ishte të bëhej një takim i vogël pa simbole kishtare, gjë që u ekzekutua në përputhje me atë sugjerim. Kjo linjë sjelljeje u ruaj gjatë gjithë marrëdhënies së tyre. Me kalimin e viteve, çifti u përball me situata të ekspozimit të lartë publik. Turnet e organizuara nga Ministria e Propagandës përfshinin prezantime në të cilat Magda duhej të ndërvepronte me delegacione të huaja. Në secilën prej këtyre rasteve, protokolli shmangte simbole tradicionale dhe i përmbahej kodeve estetike të zhvilluara nga aparati kulturor i regjimit. Arkivi IVZ ruan fotografi të këtyre takimeve, ku Magda shfaqet me veshje neutrale, pas bukurime apo referenca fetare, gjithmonë e shoqëruar nga një figurë mashkullore e mjedisit zyrtar, zakonisht Goebbels ose ndonjë vartës i afert. Në vëllimet e mëvonshme të ditarit të Goebbels, që korespondojnë me vitet e luftës,
gjenden referenca të shumta për rolin e Magdës si ndërmjetëse brenda aparatit shtëpiak të pushtetit. Një shënim i 1941 përshkruan se si ajo u kujdes për menahimin e vizitës së një delegacioni italian pa pjesëmarrjen e drejt për drejt të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Veprimi u interpretua si dëshmi e autonomisë në menahimin simbolik të vizitorëve. Materialet e brendshme të prodhuara nga Ministria e Propagandës shmangnin çdo përfaqësim që mund të transmetonte pasiguri ose paqartësi. Gjithçka që lidhej me jetën private të zyrtarëve të lartë, përfshirë gratë e tyre, trajtohej me një logjik montazi vizual të planifikuar. Favorizoheshin korniza statike, shprehje neutrale dhe kompozime simetrike. Qëllimi nuk ishte të shfaqeshin lidhje emocionale apo skena autentike, por të projektohej disiplinë estetike dhe koherencë simbolike. Çdo publikim rishikohej në mënyrë që elementet e dukshme t'i përgjigjeshin një linje komunikimi rreptësisht të pastruar. Marrëdhënia midis të dyve u kthie në një burim estetik propagande. Imazhi i Magdes së bashku me fëmijët e saj u përdor në mënyrë sistematike për të ilustruar idealin shtëpiak nazist, me sesione fotografike të skenarizuara me kujdes. Ky konstrukt vizual ishte shumë më domethënës në lidhjen e tyre se sa çdo gjest intim i dokumentuar. Formaliteti u ruajt deri në ditët e fundit të regjimit. Gjatë rënies së Berlinit, të dy qëndruan në bunkerin e Führerit. Magda mbajti një qëndrim të harmonizuar me linjën zyrtare, pa dhënë sinjale publike mosdakordësie. Në paraqitjen e saj të fundit të regjistruar, ajo u pa duke shpërdar gjëra të vogla për oficerët më të rinj. Goebbels, sipas dëshmisë së një ndihmësi të afërt, e përshkroi atë si fytyra e qetë e besnikërisë në mes të kolapsit. Martesa midis Joseph Goebbels dhe Magda Ritschl ishte më shumë se një bashkim personal. Ajo funksionoi si instrument simbolik i aparatit propagandistik të Rajhut të Tretë. Çdo akt, çdo imazh, çdo paraqitje u konceptua për të projektuar rend, detyrë dhe besnikëri. Format tradicionale u zëvendësuan nga rritet të përshtatura për rendin e ri. Vendonse arkivat ruajnë gjurmë të përditshmërisë, ajo që mbetet është gjurma e një çifti të përdorur për të konsoliduar një projekt politik që kërkonte nënshtrim total. Nuk ishte vend për gjeste private të shkëputura nga mezazhi kolektiv. Çdo vendim familjar ishte një zgjatim i diskursit zyrtar. A ishte kjo marrëdhënie një konstrukt ideologjik më shumë, apo reflektimi ekstrem i mënyrës se si regjimi absorbote madje edhe intimitetin? Aleanka doktrinore e fakëtua në besimin politik. Rudolf Hess e njohu Ilse Pröll në dekadën e 1920 në një kontekst ende të shënuar nga paqëndrueshmëria politike e pas luftës. Të dy ndanin shqetësime të ngjashme të lidhura me fatin kombëtar dhe një orientim të fortë drejt parimeve të lëvizjes nacional-socialiste në zhvillim. Ilse, vajza e një mjeku nga Berlini, ishte diplomuar në psikologji, me një formim akademik solid. Në vitet e rinis, ajo u ndje e tërhequr nga idetë e lidhura me misticizmin gjermanik dhe idealin e komunitetit organik, tema që Hess gjithashtu i frekuentonte në leximet e tij. Ata u takuan në qarqet intelektuale të lidhura me Partinë Nacional Socialiste para se kjo të arrinte pushtetin, dhe ishte pikërisht angazhimi i tyre i përbashkët ideologjik ai që i afroi gradualisht. Marrëdhënia u zyrtarizua në 1927 me anë të një ceremonie civile. Në aktin martesor u la dëshmi e një bashkimi pa teprime protokollare, por në një atmosferë në të cilën përputhshmëria ideologjike ishte thelbësore. Ndryshe nga dasmat aristokratike ose ato të lidhura me komandat e larta ushtarake, në këtë rast simbolizmi nuk u përqendrua rreth shkëlqimit, por rreth pohimit të lidhjes shpirtërore mes të dyve. Ilse, në shkrimet e saj të mëvonshme, e përshkroi atë ditë si një hap drejt një jete të kushtuar projektit të përbashkët të rilindjes gjermane. Gjatë viteve të para të bashkëjetesës,
Hess zhvilloi një rol kyç në artikulimin doktrinar të nacional-socializmit. Në cilësinë e sekretarit personal të Hitlerit dhe më vonë të ngarkuar me detyra organizative brenda partisë, ai kalonte periudha të gjata jashtë shtëpisë. Pavarësisht kësaj, ai mbante një kontakt letrar të rregullt me Ilse. Letrat zbulojnë një strukturë të ngurtë mendimi, ku kombinoheshin tema personale me pohime doktrinale. Në një letër të datuar në 1931, Hess i shkroi se çdo sakrificë personale është e justifikuar nëse është në funksion të misionit historik që na është besuar. Ilse, larg kërkesës për një jetë shtëpiake konvencionale, forconte në përgjigjet e saj nevojën për të qëndruar të fortë përballë vështirësisë dhe kritikës së jashtme. Të dy e kuptonin lidhjen e tyre si një aleancë të inkuadruar brenda një horizonti doktrinar më të gjerë. Ata nuk e konceptonin atë si një sferë të ndarë nga politika, por si shprehje paralele të aderimit të tyre total ndaj ideologjisë së partisë. Ndonse nuk ruhen në regjistrime formale të një ceremonie me elemente pagane të shprehura, dokumentet e zyrës së racës dhe vendosjes tregojnë se Hess ishte një nga të parët që propozoi zëvendësimin e riteve klerikale me formula rituale të veçanta të lëvizjes. Në ambiente të vogla kremtoheshin akte me lehtësim tekstesh mbi prejardhjen, fatin kolektiv dhe pastërtinë racore. Këto praktika, të promovuara nga rrethi i tij, u konsoliduan në dekadën pasuese si pjesë e repertorit ceremonial në dasmat e lidhura me SS-ën, në mas të madhe fal shtytjes së tij. Ilse, nga ana e saj, shkroi disa artikuj në revistat orientuara drejt publikut femror të partisë, ku trajtonte tema si disiplina shtëpiake, rritja e fëmijëve në shërbim të shtetit dhe roli i gruas si mbështetje morale e shtëpisë, ideologjikisht korekte. Në ato tekste nuk bëhej referencë për çështje emocionale ose afektive, por për funksionin strukturor që duhej të përmbushte çdo antar i bërthamës familjare në projektin kombëtar. Stili i saj i shkrimit ishte imatur, pa teprime sentimentale. Disa publikime të mëvonshme e përmendnin atë si një model të nënës nacional-socialiste, ndonse ajo gjithmonë ruajti një profil publik të ulët, në kontrast me gratë e tjera të hierarkëve të regjimit. Gjatë viteve martesa pati vetëm një fëmijë, Wolf Rüdiger, i lindur në 1937. Konteksti në të cilin ndodhi lindja përkonte me një moment kur regjimi po përpiqej të konsolidonte modele familjare racialisht të pastra, dhe për këtë arsye fakti u theksua në disa media të brendshme. Megjithatë, Hess kur nuk miratoi një qëndrim publik mbi jetën e tij familjare. Ai preferonte të mbante një distancë të rrept midis funksioneve të tij politike dhe mjedisit të tij privat. Ndonse brenda vetes, ai konsideronte se shtëpia e tij duhej të rregullohej nga të njëjtat norma që ai përpiqej të zbatonte në pjesën tjetër të vendit. Lidhja mes të dyve nuk u shkatërua pas fluturimit të papritur të Hessit në Skoci në maj të 1941. Vendimi, i marrë në mënyrë të njanshme nga ana e tij, shkaktoi tronditje brenda aparatit të pushtetit të Rajhut të tretë. Ndërsa komanda e lartë e konsideroi atë një akt tradhtie ose çmendurie, Ilse zgjodhi të ruante heshtjen. Në korespondencën private të dërguar familjarëve të afert, ajo shkroi se ai që ka besuar në një mision gjithë jetën e tij, nuk mund të gjykohet nga mjetet e përdorura për ta përmbushur atë. Kjo frazë përblithte logjikën me të cilën të dy kishin strukturuar marrëdhënien e tyre që në fillim. Gjatë viteve që Rudolf Hess qëndroi burgosur në Mbretërinë e Bashkuar, Ilse këmbënguli të vendoste kontakt të vazhdueshëm me të. Ajo ndërmori autorizime për të dërguar letra, paketa dhe vizita, shpesh me ndërmjetësimin e Kriqit të Kuq. Ndose komunikimi ishte sporadik dhe i filtruar, ajo arriti të mbante një shkëmbim diskret por të vazhdueshëm. Përmbajtja e atyre letrave nuk përfshinte thirrje emocionale apo rrëfime intime. Në vend të kësaj,
Ato trajtonin me maturi aspekte si shëndeti, gjendja fizike dhe ripohimi i parimeve të përbashkëta. Në një letër të datuar në 1944, Ilse ripërtëriti mbështetjen e saj totale me një frazë që përmblidhte qëndrimin e saj. Besnikëria ndaj ideve nuk varet nga fitoria apo nga gjykimi i të tjerëve. Pas humbjes së regjimit dhe fillimit të gjyqeve të Nurembergut, Ilse u mor në pyetje shkurtimisht nga autoritetet aleate. Ajo nuk u akuzua zyrtarisht, por ishte objekt mbikëqyrjeje gjatë viteve të para të pasluftës. Në intervistat të mëvonshme, ajo gjithmonë shmangu të fliste publikisht për përmbajtjen e marrëdhënies së saj. Ajo as nuk shfaqi pendim, duke u kufizuar në përshkrimin e fakteve në një ton të distancuar dhe pa komente personale. Në 1951, ajo publikoi një tekst të shkurtër, ku përpiqej të kontekstualizonte veprimet e burrit të saj, duke e paraqitur atë si një figurë idealiste, të shtyr nga parime që te I kalonin përfitimin e tij personal. Gjatë viteve të burgjimit të Hessit në Spandau, Ilse vazhdoi të dërgonte letra dhe dhurata. Për më tepër, ajo mbajti një marrëdhënie të ngushtë me djalin e saj, I cili në dekadën e viteve të 60-ta u kthie në një mbrojtës të kujtimit të babait të tij, duke vënë në dyshim legjitimitetin e donimit të tij. Në takime private me simpatizant, Ilse rrëfente fragmente të jetës së saj me Rudolfin, pa ndryshuar rrëfimin që të dy kishin ndërtuar që nga vitet 20, një bashkim I bazuar në disiplinë, besimin në një rend superior dhe bindjen se historia do t'ua jepte të drejtën një ditë. Duke vëzhguar dokumentet në dispozicion, si personale ashtu edhe institucionale, perceptohet një martesë strukturuar mbi një ide misioni të përbashkët, ku dashuria ishte e nënshtruar një angazhimi ideologjik absolut. Marrëdhënia nuk u shënua nga skandale, ndarje apo konflikte të dukshme. Gjithçka tregon se të dy ndanin një vizion të botës koherent, të ngurtë dhe funksional ndaj objektivave të regjimit. Distanca fizike e imponuar nga politika apo burgu nuk e ndryshoi atë skem. Në kontekstin më të gjerë të aparatit nacional socialist, rasti I Rudolf Hess dhe Ilse Pröll paraqet një veçori: mungesën e shkëlqimit publik dhe të protagonizmit mediatik, e zvendësuar nga një koherencë ideologjike konstante. Martesa funksionoi si një mikrokozmos I rendit që të dy dëshironin të vendosnin në vend. Gjithçka u kodifikuan në forma që reflektonin strukturën e vlerave të regjimit, nga rolet e caktuara deri te vendimet personale më kritike. Ndryshe nga bashkimet e tjera brenda rrethit të pushtetit nazist, nuk ekzistoi kontradikt midis diskursit dhe jetës private, të paktën jo në termat e dokumentuar. Historia e përbashkët midis Rudolf dhe Ilse Hess përfundoi pas zurma apo deklarata publike. Trashëgimia e tyre mbeti e fragmentuar në letra, regjistra gjyqësor, shkrime personale dhe referenca sporadike në arkivat zyrtare. Por në atë ndërthurje ruhet një imazh I qartë, ai I një çifti, ekzistenca e të cilit ishte përcaktuar nga një projekt total që absorbote individualen. Asgjë nuk duket të tregoj se në asnjë moment ata dyshuan për atë zgjedhje. Karen Hall I kthyer në shenjë terrore të pushtetit. Dasma e Hermann Göring dhe Emmy Zoneman, e festuar më 10 prill të 1935, ishte një nga ngjarjet më spektakolare të Rajzhut të tretë, e dizajnuar me përpikri si një manifestim publik I pushtetit në rritje të regjimit. Göring, në atë kohë presidenti I Reichstagut, ministër I ajrit dhe figurë qendrore e aparatit të kontrollit nazist, e përdori ngjarjen për të forcuar imazhin e tij si figurë simbolike e autoritetit, vazhdimësisë perandorake dhe besnikërisë absolute ndaj Führerit. Lidhja nuk ishte vetëm bashkimi I një hierarku të lartë me një aktore të teatrit kombëtar, por një skenarizim me llogaritja propagandistike, ku çdo gjest, uniform, ftesë dhe vendovje
përmbushte një funksion brenda narrativës shtetërore. Emi Zoneman, me formim shkenik në teatro të Wiesbaden, silte një estetik borgjeze të rafinuar dhe një imazh të respektueshmërisë kombëtare. Në një mjedis ku martesat e komandave të larta të regjimit shqyrtoheshin me rigorozitet dhe dizajnoheshin për të komunikuar diçka më shumë se bashkim personal, zgjedhja e Emit nga ana e Göringut doli të ishte strategjike. Ajo nuk kishte afiliacione politike të mëparshme as lidhje me aristokracinë dekadente. Profili i saj projektonte një ide gruaje të rregullt, diskrete dhe plotësisht të modelueshme sipas idealit të bashkëshortes që mund të mbështeste funksione përfaqësuese brenda shtetit të ri. Marrëdhënia mes të dyve kishte filluar para marrjes së pushtetit, por ishte në vitet në vijim kur Göring konsolidoi pushtetin e tij dhe vendosi të vazhdonte me një martesë që jo vetëm ishte mbështetur nga partia, por edhe e koreografuar me saktësi. Ceremonia u zhvillua në kancellarinë e Reichut në Berlin, në mbikëqyrjen e drejt për drejt të Adolf Hitlerit. Vetë Führeri shërbeu si dëshmitar kryesor, duke shënuar aktin me një karakter rituali politik. Fakti që Göring kishte arritur praninë aktive të Hitlerit në një dazëm private ishte i jashtëzakonshëm dhe i përgjigjej statusit të tij të privilegjuar. Skena e ngjarjes shërbeu gjithashtu si një provë gjenerale për mekanizmat ceremonial të regjimit. Oficerët mbanin uniforma parade të dizajnuara posaçërisht për rastin. Parakalimet parade pas u regjistruan nga kameramanet e Ministrisë së Propagandës, dhe fjalimet e mbajtura shmangën çdo ton personal për t'u përqendruar në përgjegjësinë nacional-socialiste të martesës. Vendi i zgjedhur për festimin e mëvonshëm nuk ishte një vend i zakonshëm. Ishte rezidenca e Göringut në Karinghall, streha e tij personale në pyllin e Schorfheide. Kjo pronë ishte konceptuar si një zgjatim simbolik i pushtetit ajror gjerman, me struktura arkitekturore të frymzuara nga madhështia gjermanike dhe dekorime të brendshme të dizajnuara për të impresionuar si aleatët, ashtu edhe vizitorët ndërkombëtar. Në salonin kryesor të Karinghall, të rrethuar nga tapiqeri, buste romake dhe vitrina me armë ceremoniale, të posamartuarit pritën antar të trupit diplomatik, komanda të larta të Luftwaffes dhe funksionar të zyrës së racës dhe vendosjes. Qëllimi i Göringut nuk ishte vetëm të ekspozonte pushtet ushtarak, por t'i jepte aktit një aureol legitimiteti historik. Fotografitë e ngjarjes tregojnë Emin duke veshur një fustan të prerë klasik me velot të gjatë dhe diadem të matur, ndërsa Göring vishte uniform të bardhë me dekorata të plota, duke përfshirë edhe shkopin e mashallit që do t'i jepej më vonë. Dhuratat e marra atë natë e forcuan edhe më shumë simbolizmin e ngjarjes. Midis tyre, u shkuan portretet e personalizuara të dërguara nga krerë shtetesh të huaja, një shpatë ceremoniale me dorez fildishi e dërguar nga një prodhues i minihut dhe një skulptur bronzi e porozitur nga lidhja e grave gjermane. I gjithë montazi u mbikëqyr nga asistent të Ministrisë së Propagandës, të cilët përcaktuan cilat imazhe mund të publikoheshin dhe cilat regjistra mbeteshin të arkivuara për përdorim të brendshëm. Dasma u përdor në javët pasuese si pjesë qendrore në ekspozitat e NSDAP mbi moralin nacional-socialist, duke paraqitur Göringun dhe Emin si model bashkimi midis detyrës ushtarake dhe shtëpiakisë së disiplinuar. Vetë akti martesor u regjistrua në mënyrë zyrtare me një kopje të aktit të dërguar si në Ministrinë e Brendshme, ashtu edhe në arkivin qendror të Luftwaffes. Emi u udhëzua me protokoll të mos merrte pjesë aktive në akte me përmbajtje politike, por ju caktua roli i mikpritses në evente diplomatike specifike. Në paragjitjet e saj publike të mëvonshme, ajo vëzhgohej gjithmonë nën kontroll të rrept të imazhit, veshje të matura, flok të kreura klasikisht, deklarata të shkruara paraprakisht. Zyra private e Göringut kishte madje një sekretare të ngarkuar ekskluzivisht me menaxhimin e arkivit fotografik të gruas së tij, duke përzgjedhur imazhe që mund të dërgoheshin në revistat e partisë pa ndryshuar tonin zyrtar.
Në planin simbolik, dasmau konfigurua me kujdes për të transmetuar një ndjenjë rrënjësheje kulturore dhe përkatësie historike. Gjatë darkës zyrtare, u interpretuan fragmente muzikore të Wagnerit dhe u recituan tekste të lidhura me imagjinaren gjermanike të promovuar nga regjimi. Në vend të përfshirjes së formulave fetare tradicionale, ceremonia inkorporoi angazhime verbale të përqendruara në besnikërinë ndaj volkut dhe parimeve të rendit të ri. Nuk pati prani të shenjave klerikale as referenca konfesionale. Akti kulminoi me një shkëmbim unazash të dekoruara me mbishkrime të lidhura me estetikën e gjermanizmit stërgjyshor. Një nga aspektet më pak të shpërndara të ngjarjes ishte prania e elementeve rituale të padeklaruara publikisht. Sipas dokumenteve personale të asistentëve të ngjarjes dhe raporteve të brendshme të partisë, pas ceremonisë zyrtare, u zhvillua një ritual i shkurtër privat në një nga sallat e brendshme të Karin Hall. Atje, në prani të 3 dëshmitarëve të rrethit të ngushtë të Göringut, u bë një lehtësim i Eddas Gjermane, një përzgjedhje tekstesh të folklorit nordik, lehtësimi të cilave ishte nxitur nga Himmler në kontekste të ngjashme. Ndonse Göring mbante një distancë formale me ezoterizmin e SS, në këtë rast ai lejoi përfshirjen e këtij fragmenti si gest simbolik, bashkimi me rrënjët stërgjyshore të popullit gjermanik. Ngjarja ishte pra një operacioni planifikuar me kujdes për të forcuar imazhin e Göringut, jo vetëm si lider ushtarak, por si figurë simbolike e stabilitetit dhe kulturës në xhirin e regjimit. Zgjedhja e çdo detaji, nga të ftuarit deri te menia e pritjes, ishte pjesë e një koreografie të pushtetit. Emi, nga ana e saj, mori rolin që ju caktua me diskrecionin e kërkuar, duke u kthyer në një figurë dekorative kyçe në përfaqësimet zyrtare të Reichut. Fotografitë e viteve pasuese e tregojnë atë gjithmonë të shoqëruar nga uniformëmbajtës në parakalime, funksione bamirësie ose vizita në spitalin ushtarak të Berlinit, pa deklarata të veta apo agend të dukshme. Gjatë martesës së tyre, Göring vazhdoi të forkonte këtë imazh me akte shtesë shkëlqimi publik, nga darka shtetërore në Karin Hall deri te ekspozita private e koleksionit të tij të artit, ku Emi shfaqej gjithmonë në plan të dytë, duke përshëndetur ambasador ose duke prezantuar lule vizitorëve të huaj. Secila nga ato paraqitje u dokumentua, u arkivua dhe u përdor për qëllime propagandistike. Martesa Göring-Zoneman nuk ishte thjesht një lidhje personale, por një pjesë funksionale brenda strukturës estetike të Reichut të tretë. Dasma e tyre, ndryshe nga të tjerat brenda rrethit të pushtetit nazist, nuk apeloi te intimiteti as te tradita fetare, por shërbeu si dritare e rendit, disiplinës dhe supremacisë kulturore që regjimi përpiqej të projektonte brenda dhe jashtë kufive të tij. Marteze Heshqeje, Gjete Femije dhe Control Total. Ceremonia që bashkoi Martin Bormann dhe Gerda Buch në vitin 1929 nuk u regjistrua me të njëjtin shpallosje që shoqëroi drejtuesit e tjerë nazist. Mjedisi ku u konsolidua i bashkim nuk përfshiu turma as fjalime publike. Përkundrazi, që në ditët e para, martesa u zhvillua me një logjik të brendshme rigoroze, me dyer të mbyllura, ku ekspozimi i jashtëm mbetej i lënë pasdore. Martin Bormann, atëherë në ngritje brenda hierarkisë së partisë, kishte kuptuar se jeta familjare, për të pasur dobi brenda aparatit, duhej të strukturohej në skema diskrecioni absolut. Gerda, vajza e një funksionari të Partisë Nacional Socialiste, ndante atë vizion. Profili i saj ishte i përputhshëm me atë që më vonë do të konsolidohej si ideali femëror i regjimit. Përkushtim shtëpiak, prani e reduktuar në hapësirat publike dhe një dorëzim i plot ndaj projektit të burrit të saj. Raportet biografike të mbledhura në dokumentet e inteligjencës aleate tregojnë se dinamika bashkëshortore organizohej nën parimet e hierarkisë vertikale.
vendimet operative të shtëpisë merreshin nga Gerda, por kur jashtë kontrollit indirekt të Borman. Familja u shndërrua në një qelizë rendi, funksionale ndaj modelit disiplinor që ai nxiste në mjedisin e tij të punës. Ndryshe nga komandat të tjera të larta që e bënin partneren e tyre një komponent aktiv të imazhit publik, Borman promovoi që gruaja e tij të qëndronte jashtë çdo qarku propagandistik. Në referencat e pakta në dispozicion, tregohet se ajo shmangte intervistat, aktet ose fjalimet. Jeta e saj rrotullohej rreth detyrave të brendshme të shtëpisë, rritjes së fëmijëve të tyre, arritën të kishin deri në 10, dhe mbështetjes emocionale të bërthamës familjare në një ambient të strukturës së rrept të brendshme. Nuk ishte një padukshmëri aksidentale, por një konstrukt strategjik që nga dita e parë e lidhjes. Gjatë viteve të para të martesës, Borman ende nuk zinte pozicione qendrore, megjithatë që atëherë ai vendoste lidhje me figura kyçe të aparatit politik. Ai ishte i vetëdijshëm se ndikimi i tij progresiv nuk duhej të shoqërohej nga ekspozimi i panevojshëm. Kjo përfshinte një distancë të kalkuluar midis jetës së tij familjare dhe rolit të tij politik. Ai u vendos me familjen e tij në periferi të Minihut, në prona ku mund të menaxhonte një jetë të dyfisht, atë të kuadrit operativ dhe atë të babait të familjes, pa u kryqëzuar vizualisht. Pasi u konsolidua si sekretar personal i Hitlerit dhe operator i drejt për drejt i strukturave të partisë, Borman e forcoi këtë model shtëpiak. Jeta private mbeti edhe më e izoluar nga hapësira publike. Gerda nuk shfaqej në akte as në fotografi zyrtare, megjithatë funksionet e saj u rriten në planin e brendshëm. Ajo koordinonte çështjet shtëpiake me një logjik pothuajse ushtarake, në përputhje me disiplinën që Borman kërkonte. Nga ushqyerja deri te oraret e fëmijëve, gjithçka ndiqte protokole të shkruara, të frymëzuara nga kodet e brendshme të aparatit partijak. Skema familjare ishte gjithashtu një platform kontrolli. Fëmijët edukoheshin në parametra të bindjes, pa kontakt të shpesht me të jashtmen. Vizitat filtroheshin dhe zhvendosjet ishin të kufizuara. Borman konsideronte se çdo ndërhyrje sociale mund të përbënte një kërcënim për rendin e brendshëm, që ai duhej të ruante. Kjo ide u forcua veçanërisht gjatë viteve të pushtetit më të madh, midis 1937 dhe 1944. Në atë periudhë, modeli bashkëshortor u rafinua derisa u kthie në një reflektim të strukturës që ai vetë kishte kontribuar në dizajnimin e partisë. Hierarki, heshtje, efikasitet. Disa dokumente të mbledhura nga agjencitë e inteligjencës pas luftës ofrojnë përshkrime të korrespondencës midis Martin dhe Gerda. Në to, përmbajtja nuk përfshin shprehje sentimentale të shprehura as referenca personale. Letrat zbulojnë një marrëdhënie funksionale, të përqendruar në përmbushjen e rutinave, koordinimin e nevojave shtëpiake dhe mbikëqyrjen e fëmijëve. Nuk zbulohen tyjerje apo kriza, por një vazhdimsi e organizuar. Komunikimet shmangnin tema të ndjeshme ose vlerësime emocionale, gjë që sugjeron një marrëveshje të heshtur për të mbajtur atë formë lidhjeje jo personale. Zgjedhja për të qëndruar larg dukshmërisë gjithashtu lejoi që martesa të mbijetonte vitet më komplekse të konfliktit. Ndërsa Borman merrej me menaxhimin e emërimeve, burimeve dhe dosieve konfidenciale, Gerda e mbante shtëpinë si një blok autonom. As kur u afrua fundi i luftës, nuk pati shenja tyjerjeje. Sistemi i brendshëm vazhdoi të funksiononte në të njëjtin format. Rutinat familjare u ruajtën, edhe kur realiteti politik tashmë ishte shpërbër. Pas kolapsit të regjimit, Gerda nuk e shoqëroi Martinin në arratisjen e tij. Në raporte të mëvonshme tregohet se ajo e përballoi kolapsin pa dramatizëm, duke riafirmuar rolin e saj në hapësirën privat. Ajo vdiq pako më pas,
dërsa Bormann vazhdonte të ishte i zhdukur. Në intervistat e pas luftës, ish fqinjët të vetënjohurit ranë dakord në përshkrimin e saj si një grua jashtëzakonisht e rezervuar, me një profil absolutisht larg egzaltimit ideologjik. Megjithatë, aderimi i saj ndaj sistemit të brendshëm të regjimit mbështetej në veprime konkrete: menaxhim, bindje, heshtje. Nga pikpamja e aparatit partijak, ky bashkim përfaqësonte një zbatim të disiplinuar të parimeve nacional-socialiste në fushën familjare. Pa përdorur gjeste publike apo ekspozim mediatik, ata mbanin një skem bashkjetese të dizajnuar për të garantuar rendin e brendshëm dhe koherencën me hierarkitë e regjimit. Ky diskrecion nuk i bënte të padukshëm, i diferenconte. Dërsa martesat të tjera të rrethit nazist kombinonin gestualitet politik me afektim simbolik, Martin dhe Gerda ngritën një struktur familjare të mbyllur, të rrept dhe pa devijime përballë skemës që ai vet impononte në mjedisin e tij të punës. Në arkivat e OSS-it amerikan shfaqet një përmendje e izoluar e trajnimit të fëmijëve në kode sjelljeje të brendshme. Sipas atyre regjistrimeve, ata merrnin leksimet e zgjedhura, direktiva mbi sjelljet, ushtrime fizike ditore dhe pjesëmarrje në detyrat shtëpiake, të gjitha brenda perimetrit familjar. Ky model edukativ u interpretua si një përpjekje për të replikuar skemen partijake në version shtëpiak, pa hapësira për spontanitet ose devijime. Shtëpia funksiononte si zgjatimi drejt për drejt i aparatit politik, madje edhe në detajet minimale. Analiza e kësaj martese nuk mund të ndahet nga logjika strukturore e regjimit. Në Martin Bormann bashkoheshin dy funksione. Ai operatorit që merrte vendime themelore në rrethin më të mbyllur të pushtetit, dhe ai i kreut të familjes që i replikonte ato struktura rendi dhe hierarkie në mjedisin e tij shtëpiak. Gerda ishte pjesa që garantoi që ai model të funksiononte pa fjalime, pa protagonizëm, por me efikasitet të plot. Roli i saj ishte i padukshëm, por qendror. Ndryshe nga lideret e tjerë nazist, që shpesh përdornin marrëdhënien e tyre bashkëshortore si mjet vërtetimi politik, Bormann e konceptoi institucionin martesor si një pajisje të heshtur stabiliteti. Bashkimi i tij me Gerdën nuk ishte instrument fushate as plotësues propagandistik. Ishte një formulë operative, e dizajnuar për të garantuar rend, përmbajtje dhe funksionalitet në hapësirën më të afërt. Kjo zgjedhje jo vetëm që reflektonte personalitetin e tij, por edhe llojin e pushtetit që ushtronte, i fshehur, i pamëshirshëm, pa gjeste drejt të jashtmes. Studimi i kësaj marrëdhënieje lejon të vëzhgohet një model i ndryshëm kontrolli. Jo ai që imponohet nga imazhi, karizma apo spektakli, por ai që organizohet nga struktura, mbikëqyrja konstante dhe parashikimi absolut. Në këtë kuptim, martesa midis Martin dhe Gerda Bormann përbën një nga versionet më të pastra të idealit shtëpiak nazist, ku bindja nuk shpallej, por jetohej në çdo rutinë. Dhe në atë dizajn familjeje, pa duar trokitje as kamera, konfigurohej një model besnikrie shumë më i qëndrueshëm se ai i skenave publike. Ceremonia e hekurt nën simbolin e SS. Bashkimi martesor midis Reinhard Heydrich dhe Lina von Osten, i kremtuar në vitin 1931, u konceptua si një akt i harmonizuar me kujdes me aspiratat e reja ideologjike të lëvzjes së cilës i përkisnin të dy. Mjedisi ku u zyrtarizua ajo marrëdhënie, u kufizua që në fillim nga një planifikim simbolik që përjashtonte formalitetet tradicionale. Nuk bëhej fjalë për një ceremoni të bazuar në rite fetare të vendosura, por për një ngjarje të dizajnuar për të reflektuar parimet ratësore dhe shpirtërore që fillonin të udhëhiqnin strukturën e brendshme të SS. Lina von Osten, e re e bindur në idetë e partisë shumë kohë para se të njihej me Heydrich,
nuk ishte një shoqëruese pasive. Roli I saj në konsolidimin simbolik të martesës ishte aktiv, I angazhuar dhe I planifikuar paraprakisht. Zgjedhja e vendit, dispozicioni I mjedisit dhe elementet e pranishme nuk ju përgjigjen traditave të trashëguara, por një bashkësi e elementesh të përshtatura për një vizion të mitizuar të kaluarës gjermanike. Konteksti ideologjik që shoqëroi atë dasmë u ngjit nga qarqet e zyris së racës dhe rizgjidhjes, ku përpiloheshin protokolle që shkonin shumë përtej aktit të thjesht të bashkimit të dy individëve. Marrëdhënia u vërtetua përmes konsultimeve që analizonin prejardhjen, kushtet mjekësore dhe qëndrimet ideologjike të dyve. Në këtë kuptim, dasma e Heydrich u shndërrua në një mundësi për të vënë në praktik vlerat e pastërtisë dhe disiplinës që kërkoheshin si model. Lina u vlerësua jo vetëm si partnere, por si bartëse e idealit femror, e aftë të merrte një rol riprodues dhe përfaqësues që forkonte projektin racor. Sjellja, formimi dhe qëndrimi I saj përballë simboleve vlerësoheshin po aq sa edhe pamja e saj fizike. Sipas regjistrimeve në dispozicion, ceremonia ishte dizajnuar me saktësi për të përfaqësuar një formë të re të kushtimit ideologjik. Nuk u përdorën elemente klerikale as skenar tradicional. Hapësira u dekorua me simbole të frymëzimit nordik që aludonin në mitologjit fisnor, të zgjedhura për vlerën e tyre identitare. Të pranishmit I përkisnin bërthamës doktrinore të SS-e, shumë prej tyre të përfshirë në detyra të formimit kulturor brenda trupës. Akti ndoqi një libret të rrept, ku frazat e shkëmbyera zëvendësonin betimet konvencionale me deklarata të angazhimit kolektiv. Struktura e ngjarjes anulonte çdo shprehje personale, duke e reduktuar bashkimin në dimensionin e tij simbolik, si ingranazh brenda projektit racor. Veshjet e përdorura gjithashtu I përgjigjeshin drejtimeve të brendshme. Heydrich vishte uniformen e plot të paradës me simbolet e dukshme, ndërsa Lina veshi një veshje të qartë pas bukurime fetare, e qëndisur në mënyrë diskrete me motive geometrike të lidhura me imagjinaren ariane. Imazet ekzistuese tregojnë një dizajn të thjesht në dispozicionin e hapësirës, pa lule apo dekorime të zakonshme, por me pranit e elementeve si flamur, ndriçimi I zbehtë dhe dispozicion frontali të ftuarve. Karigit nuk u organizuan në rreshta, por në formë rrethore, duke lënë në qendër zonën ku u shkëmbyen fjalët. I gjithë akti u mbikëqyr nga një antar I hierarkisë që vepronte si ndërmjetës simbolik, më afër një instruktori ideologjik se sa një kremtues. Pasi mbaroi ceremonia, nuk u ofrua banket as valle në kuptimin tradicional. Në vend të kësaj, u realizua një tavolin kolektive në një sallë formimi, ku u mbajtën fjalime të shkurtra mbi angazhimin që nënkuptonte formimi I një familjeje në funksion të detyrave të ardhshme. Lina në atë skenar u prezantua si model gruaje në përputhje me kohët e reja, diskrete, e edukuar në vlera nordike dhe e gatshme të prioritizonte strukturën familjare mbi çdo shprehje personale. Një ajo ditë, u vendos një stil jete ku çdo veprim brenda shtëpisë duhet ishte I harmonizuar me parimet zyrtare. Nuk pritej afekt publik, por disiplinë, rend dhe disponueshmëri. Në shkrimet dhe regjistrat e tij të brendshëm, Reinhard Heydrich e bënte të qartë se organizimi shtëpiak duhej të përshtatej me të njëjtat parime hierarkike që rregullonin aktivitetin e tij institucional. Ai nuk fliste për gruan e tij në terma afektiv, por si një figurë integruar në ingranazet që lehtësonin performancën e tij operative. Ajo logjik përkthehej në një strukturë familjare të ngurtë, ku vendimet mbi rritjen, rutinat ditore dhe formimin e fëmijëve ndiqnin udhëzime të përcaktuara nga disiplina dhe dobia brenda kornizës ideologjike të SS. Lina mbante një jetë shtëpiake të harmonizuar me aparatin ideologjik, pa nevojën e udhëzimeve të shprehura. Mënyra e saj e organizimit të shtëpisë, përzgjedhja e literaturës në dispozicion dhe vendosja e normave të brendshme, riprodhonte në mënyrë natyrale kontrollin që karakterizonte SS-ën, edhe në mungesë të mbikëqyrjes së drejtë për drejtë.
Gjatë viteve në vijim, shtëpia e Heydrich operoi si pikë takimi jo formale për figura të rrethit ideologjik më të ngushtë, veçanërisht ata të lidhur me programet e risikimit kulturor. Lina merrte pjesë në këto aktivitete pa zënë kurrë një vend protagonizmi. Funksioni i saj ishte të siguronte ambientin, të mbante narrativen familjare nën kontroll dhe të transmetonte drejt të jashmes një imazh stabiliteti. Është regjistruar se gjatë përvjetorëve të caktuar të dasmës, përsëriteshin rituale të shkurtra, jo publike, ku ripërtrieshin frazat e angazhimit origjinal, duke ruajtur stilin simbolik nordik dhe duke shmangur çdo përshtatje të krishterimit apo kulturës borgjeze. Gjë nga elementet më të theksuara brenda kësaj lidhje ishte vendi i rezervuar për kujtesën mitike. Si Reinhardt, ashtu edhe Lina, merrnin pjesë aktive në rikuperimin e formave të sjelljes të lidhura me idealin gjermanik të lashtë. Në rezidencat e tyre, për shembull, ruheshin objekte të konsideruara përfaqësuese të trashëgimisë fisnore, si copa të gdhendura, gravura me mbishkrime runike dhe manuale me norma për edukimin e fëmijëve të bazuara në vlerat e luftës, bindjes dhe izolimit emocional. Lina i merrte këto norma pa hezitim, duke përmbushur një rol që nuk kishte hapësirë për kontradikt. Me ngritjen e Heydrich në pozicione me dukshmëri më të madhe brenda aparatit shtypës, jeta e tij bashkëshortore nuk u bë më publike. Përkundrazi, u forcuan kushtet e izolimit. Lina u udhëzua të mos jepte intervista, të mos shkruante rrëfime personale dhe të qëndronte në plan të dytë. Paraqitjet e saj ishin të kufizuara në evente jashtëzakonisht të rregulluara, ku lejohej prania e saj vetëm nëse kontribuonte në forcimin e mesazhit të institucionit. Kur Heydrich u caktua në funksione speciale në territore të pushtuara, u ndalua që familja e tij të banonte me të, jo për siguri, por për të ruajtur imazhin e sakrificës dhe ndarjes funksionale që pritej nga komandat e larta. Gjatë viteve të fundit të regjimit, figura e Linës mbeti pa ndryshime publike. Ndryshe nga gratë e tjera të figurave të partisë që morën në role më aktive apo të dukshme, ajo ruajti vendin e saj në hije. Emri i saj shfaqej në lista të brendshme, raporte sjelljeje dhe buletinet e SS-s ku theksohej këmbëngulja e saj. Kur Heydrich u plagos për vdekje, nuk pati deklarata familjare. Lina mori udhëzime të sakta se si të vepronte, çfarë të thoshte dhe kujt t'i përgjigjej. Lamtumira u rregullua me saktësi. Regjistrimet tregojnë se edhe në atë moment u prioritizua karakteri simbolik i humbjes mbi çdo shprehje dhimbjeje. Pas përfundimit të konfliktit, Lina zgjodhi të mos ekspozohej publikisht. Në intervistat e pakta që dha në dekadat e mëvonshme, ajo shmangu të bënte komente personale apo rindërtime intime të bashkëjetesës së saj me Heydrich. Ajo u kufizua në riprodhimin e shprehjeve institucionale pa dhënë nuanca subjektive. Rrëfimi i saj, i shkurtër dhe i zhveshur nga anekdotat private, konfirmon karakterin e disiplinuar të lidhjes që ndan, që në fillim marrëdhënia e tyre u organizua sipas parimeve të nënshtrimit funksional dhe aderimit total ndaj kornizës simbolike që i rrethonte. Ceremonia që i bashkoi dhe dinamika që ata mbajtën reflektojnë një model shtëpiak të ideologjizuar, në të cilin çdo gest ishte pjesë e një strukture superiore, pa hapësirë për devijime personale. Karl Wolf for Frieda von Roeder, Wright Guri dhe Gjaku. Bashkimi midis Karl Wolf dhe Frieda von Roeder nuk ndoqi modelin publik ose institucional që shoqëroi lidhje të tjera brenda rretit të pushtetit të Rajhut të Tretë. Larg vëmendjes dhe pa ndërhyrje të jashtme, ceremonia u zhvillua në një ambient të kufizuar dhe të kontrolluar, të rezervuar për komandat e larta të SS. Wolf, në atë kohë asistent personal i Heinrich Himmler dhe më pas shefi shtabit të përgjithshëm të SS, mbante një akses të drejt për drejt në ritualet formale dhe shërbimet simbolike që promovoheshin brenda aparatit.
Dasma e tij ishte një nga të paktat në të cilat u zbatuan në mënyrë të plot idet rituale që Himmler kishte futur në urdhrin e zi. Hapësira e ceremonisë ishte e ndryshme nga një kishë apo një ambient civil. Vendi ishte përgatitur në përputhje me udhëzimet e Ahnenerbe dhe të zyrës kryesore të racës dhe vendosjes. Nuk kishte kryqe as simbole fetare tradicionale. Në vend të tyre u përdorën runa të gjendura, flamur të zinj dhe pishtar të ndezur. Altari përbehej nga një platformë rrethore gurje gdhendur, me orientim drejt veriut. Rreth tij ishin vendosur antar të zgjedhur të SS-së, të gjithë të veshur me uniform parade, pa praninë e civilëve apo funksionarëve të huaj për organizatën. Frida von Röder, me të dhëna në fushën diplomatike, ndante plotësisht parimet e rretit të pushtetit në të cilin hynte. Përfshirja e saj në universin femror të SS-së nuk ishte e karakterit burokratik, por ritual. Ceremonia përfaqësoi pranimin e saj formal si shoqe e një drejtuesi të lartë përmes një angazhimi të shprehur me formula arkaike që bënin aluzion të drejt për drejt ndaj prejardhjeve mitike dhe detyrave kolektive. Drejtimi i aktit ishte në ngarkim të një funksionari të zyrës së vendosjes, duke ndjekur një protokoll që zëvendësonte çdo liturgji tradicionale me gjeste simbolike me rrënje gjermanike. Të dy bashkëshortët deklaruan besnikrinë e tyre në këmbë me këmbët zbathur mbi tokë të lagur dhe e përfunduan ritin duke bashkuar duart e tyre të përgjakura mbi një pëllhur të errët, të destinuar për të ruajtur si dëshmi materiale e bashkimit. Dasma nuk u regjistrua zyrtarisht nga shteti civil. Mbeti vetëm dëshmi në arkivat e brendshme të SS-së, në kodin e bashkimi i autorizuar nga zyra e vendosjes. Arkivi përfshinte një përshkrim të prejardhjes së të dyve, vlerësime racore të miratuara dhe konfirmimin se Frida kishte prejardhje të konsideruar të përshtatshme për të ardhmen biologjike të Reichut. Dokumenti anashkalonte çdo referencë ndaj aspekteve sentimentale apo personale. Qëllimi ishte konsolidimi i një njësie funksionale brenda strukturës racore të regjimit. Pas ceremonisë, nuk pati banket publik as festime shoqërore. Të pranishmit ndan një vakt të thjesht në një aneks të dekoruar me motive të Gjermanikës së lashtë. Në mure vareshin emblema me runën e jetës dhe tekste të marra nga shkrime të lashta islandeze. Himmler nuk mori pjesë drejt për drejt, por dërgoi një shënim të firmosur në të cilin e përgëzonte martesën e re dhe i kërkonte të ruante frymën e komunitetit të nderit, besnikërisë dhe detyrës racore. Në ditët në vijim, Frida u vendos në një rezidencë të caktuar për trupën femrore të lidhur me postet e larta të SS-së. Atje do të merrte udhëzime formale mbi rritjen racore, menaxhimin e shtëpisë dhe ceremonialin ideologjik. Çdo javë duhej të merrte pjesë në sesione të organizuara nga Departamenti i Edukimit të Grave të Reichut, ku shqyrtoheshin parimet e kulturës tërgjushore, funksionet shtëpiake brenda ideologjisë nacional-socialiste dhe kodet e sjelljes përballë e prorëve. Paralelisht, Karl Wolf ruajti rolin e tij si ndërmjetës midis Himmler dhe organizmave të tjera të shtetit. Martesa e tij, duke ndjekur formatin ritual ideal, u citua më vonë si shembull në dokumentet e brendshme të SS-së. Në një broshurë të Fritz Weitzel të titulluar Festimet në jetën e familjes SS, bëhej reference të rrethortë ndaj asaj, bashkimi si model për gjeneratat e ardhshme. Ndonse nuk përmendeshin emra, përshkrimet përputheshin me atë që ndodhi në ceremoninë e tyre. Shpat, betim stërgjyshor gjermanik, runa, tok, mungesë simboleve të krishtera dhe njohje e mëvonshme nga zyrat qendrore. Marrëdhënia u ruajt në rregulla të rrepta privatësie. Frida nuk shfaqej në evente publike as në reportazhet e shtypit të regjimit. Ekzistonin vetëm regjistrime fotografike të brendshme ku pozonte së bashku me gratë e tjera të oficerëve në akte të formimit ideologjik. Edukimi i fëmijëve të martesës ndoqi modelin e rekomanduar. Shkolla e partisë, indoktrinimi hershëm dhe kontroll mjekësor i përhershëm për të verifikuar zhvillimin racor.
Në një nga dokumentet shtesë të ruajtura në arkivin e Ahnenerbe, shënohej se Frida kishte përmbushur të gjitha kërkesat e kërkuara për të konsideruar nen arketipale e Reichut, titull i dhënë vetëm grave që bashkonin prejardhjen, bindjen politike, dhe dorëzimin total ndaj rolit familjar. Karl Wolf, gjatë viteve të tij aktive, mbiqyri livje të tjera në të njëjtin model. Përvoja e tij në ceremoninë e vet u përdor si bazë për të hartuar sugjerime për oficerët që planifikonin të martoheshin brenda trupës. Midis tyre ishte rekomandimi për të shmangur regjistrat civil, për të eliminuar referencat e krishtera dhe për të zvendësuar betime tradicionale me pakte gjaku. Gjithashtu, promovohej përdorimi i gurve të shenjtruar, zjarri ritual dhe eliminimi i çdo muzike që nuk kishte rrënjë gjermanike. Frida nga ana e saj mbante korrespondencë të drejtë për drejtë me gratë e antarëve të tjerë të rangut të lartë, ku shkëmbenin detaje mbi ritualet shtëpiake, edukimin e fëmijëve dhe festimet e datave kyçe të kalendarit simbolik. Ato letra, të ruajtura pjesërisht, tregojnë një stil të drejtë për drejtë, pas bukurime, të përqendruar në detyra konkrete dhe detyrime të përbashkëta. Disa bënin referencën ndaj takimeve të natës, ku përsëriteshin fragmente të Eddas dhe ndidzeshin zjarre në hapësira larg qendrave urbane. Me avancimin e luftës, struktura e festimeve private humbi prioritet. Megjithatë, martesa e Wolf dhe Frida vazhdoi të përfaqësonte modelin e referencës në manualet e brendshme. Beznikëria ideologjike e të dyve nuk u vu kurrë në dyshim. Edhe pasi Wolf u largua pjesërisht nga bërthama qendrore e pushtetit, gruaja e tij ruajti statusin e saj brenda strukturave femërore të partisë. Nuk ka regjistrime të tyjerjeve, konflikteve ose deklaratave publike. Gjithçka u ruajt në planin e brendshëm, nën protokolle që shmangnin rrjedhjet ose ekspozimin. Pas kolapsit të regjimit, Frida u mor në pyetje nga autoritetet e huaja, por mohoi të dinte detaje operative të aparatit. Roli i saj mbeti gjithmonë brenda kornizës shtëpiake të ideologjizuar, pa devijime, as vënie në dyshim. Kapitulli i Karl Wolf dhe Frida von Röder nuk përfaqëson një histori intime në terma emocional. Interesi i tij qëndron në mënyrën se si një ceremonie strukturuar në parime simbolike specifike arriti të konsolidohej si format referencial brenda aparatit. Ajo u mor si shembull për bashkimet e ardhshme brenda trupës së SS-s, u citua në manualet e brendshme dhe u përdor si bazë për të trajnuar oficeret e tjerë në protokolin martesor ideologjik. Në atë kontekst, martesa pushoi së qeni një akt privat dhe kaloi të përmbushte një funksion normativ, e absorbuar nga gërshetimi institucional që rregullonte jetën e brendshme të regjimit. Martesa e tokës të gjyqore, ceremonia pagan e Darres. Martesa e Richard Walter Darre e Elizabeth von Trotha u organizua në të njëjtat koordinata simbolike që Darre kishte promovuar gjatë viteve. Nuk ishte kish as prift. Ceremonia, e kufizuar në pak të pranishëm, të afert me ideologjinë racore, u zhvillua në ajër të hapur, pranë një sipërfaqe e toke të kultivuar, që, sipas ndjekësve të tij, përfaqësonte shpirtin e racës gjermanike. Një altar i improvizuar me gur dhe deg shënonte qendrën e skenës. Figura e priftit u zvendësua nga një shok i trupës bujqësore të Reichut, i cili recitoi tekste mbi gjakun dhe tokën. Ceremonia përfshiu një gest simbolik më të lidhur me fushën se sa me ushtrin. Darre dhe von Trotha vendosën duart e tyre mbi një blok toke bujqësore të nxjerrë nga kultivimi i fundit familjar. Nuk pati aleanca as simbole metalike. Angazhimi u shpreh si një premtim i vazhdimësisë fshatare dhe rigjenerimit racor përmes punës bujqësore. Nuk pati muzikë instrumentale. Në vend të kësaj, u kënduan këngë stërgjyshore që thërrisnin pjellorinë e fushës dhe mbrojtjen e forcave natyrore të lidhura me imagjinatën nordike. U ndezën tufa barishte shtëthata
dhe një shpatë u ngrit me dorezën e orientuar drejt qiellit si gest ritual. Skena nuk përfshiu shenja klerikale as referenca fetare konvencionale. Të pranishëm ishin vetëm dieli lart, një flamur me runa dhe një emblem kalli e qepur në kostumet. Elizabeth, pa vello as zbukurime, mbante një rip të gërshetuar me fibra që vinin nga kultivimi i fundit familjar. Dare mbronte se shpirti i popullit gjerman gjendej në tokë, jo në libra as në qytete. Për të, martesa nuk nënkuptonte hyrjen në një jetë private, por integrimin në një kauz riprodhimi kombëtar. Betimi që të dy shqiptuan fliste për mbjelljen e gjakut fisnik në tokë të shenjtë dhe për ruajtjen e besnikërisë ndaj rendit të stërgjyshërve. Maj më vonë, Dare përdori martesën e tij si model për rritet e reja që duhej të adoptoheshin midis familjeve rurale të Rajhut. Zyra e popullsisë dhe politikës racor publikoi qarkore ku theksoheshin elementet e pranishme në atë ceremoni. Përdorimi i tokës stërgjyshore, heqa dorë nga simbolet e huaja, premtimi i prokreacionit dhe mbështetja për vlerat e gjakut fshatar. Asnjë nga elementet e pranishme nuk ishte improvizuar. Gjithçka i përgjigjej doktrinës që Dare kishte konsoliduar që nga teksti i tij një fisnikëri e re e gjakut dhe e tokës. Dasma nuk ishte një përjashtim, por një zgjatim praktik i asaj teorie. Edhe Elizabeth, pa përvojë politike të mëparshme, u kthye që atëherë në një figurë publike të rrethit agrar femëror. Funksioni i saj nuk ishte shoqëror, por biologjik. Ajo duhej të mishëronte gruan bartose të fushës, atë që ushqen, riprodhon dhe ruan. Në vitet në vijim, u bën regjistrime fotografike të aktit, por nuk qarkulluan në shtypin e përgjithshëm. Vetëm në revista të specializuara të sektorit agrar racor. Martesa nuk u kujtua për emocionet e saj, por për dobinë e saj ideologjike. Ndryshe nga dasmat e tjera të regjimit, të shënuara nga festa, muzikë ose gala, ajo e Dare dhe von Trotha u kthye në referencë midis organizatorëve të ritualeve rurale. Ishte funksionale, simbolike dhe absolutisht pagane. Martesa përfundimtare e kultit nazist, Hitler dhe Eva Braun. Në brendësi të bunkerit nën toksor të kancelarisë, metra larg sipërfaqes së shkatëruar nga bombardimet sovjetike, u zhvillua një ceremoni jashtë çdo protokolli tradicional. Ishte agjimi i 29 aprilit të 1945. Adolf Hitler, i izoluar nga mjedisi i tij i jashtëm, mblovi antarët e pakt të rrethit të tij të besuar për të zyrtarizuar atë që për vite kishte shmangur. Martesën e tij me Eva Braun. Nuk pati dëshmitar popullor as salon të dekoruar. Në vend të kësaj, një zyre vogël, mure të mbuluara me tymve erla gështie, dokumente zyrtare të grumbulluara në një tavolin dhe dy figura të veshura në mënyrë të thjeshtë. Eva mbante një fustan të thjeshtë të errët. Hitler vishte të njëjtën uniform gri që kishte përdorur në takimet e tij të fundit me shtabin e përgjithshëm. Në një anë, ministri Joseph Goebbels vëzhgonte në heshtje. Ishte i pranishëm edhe generali Hans Krebs dhe admirali Voss. Një oficer i ministrisë së brendshme, Walter Wagner, u thirr për të përmbushur rolin e funksionarit ligjor. Akti filloi me një shkëmbim fjalësh protokollare. Wagner pyeti për emrat e plot të bashkëshortëve, mosat e tyre dhe situatën e tyre ligjore. Eva u përgjigj me vendosmëri. Hitler hezitoi lehtë, por më pas rifitoi formalitetin e momentit. Betimi ishte i shkurtër. Të pranonin njëri tjetrin si bashkëshort dhe të angazhoheshin për të respektuar lidhjen deri në vdekje. Pa prift, pa unaza, pa himne. Vetëm lehtësimi i aktit dhe firmat në një dokument ligjor që do të shkatërohej orë më vonë së bashku me trupat e atyre që e firmosën. Pas nënshkrimit nuk pati doli. Hitler u tërhoq në tavolinën e tij, ku do të përfundonte diktimin e testamentit të tij politik. Braun u shoqërua në një dhomë ngjitur nga një nga sekretaret. Goebbels mori shënim të dokumentit final. Në atë tekst, Hitler deklaroi se kishte vendosur të martohej me gruan që e kishte shoqëruar gjatë viteve të gjata,
duke I njohur asaj besnikëri absolute dhe heshtje përballë të gjitha rreziqeve që nënkuptonte jeta e tij. Që prej javësh, Eva Braun kishte qëndruar në bunker me vendim të saj. Ajo refuzoi mundësitë e aratisjes. Pavarësisht rekomandimeve të sigurisë personale të Hitlerit, ajo zgjodhi të qëndronte. Prania e saj nuk ndryshonte planet e rrethit ushtarak, por shënonte një gjest të pazakont. Ndryshe nga figurat e tjera femrore të lidhura me komandat e larta naziste, Braun nuk posedonte grad as funksion të njohur. Ajo ishte mbajtur jashtë syrit publik, pa përmendje zyrtare, pa paraqitje formale në aktet e partisë. Dasma ishte validimi I vetëm I shprehur që ajo mori nga Hitleri në më shumë se 10 vjet marrëvënie. Por erdhi vonë, në momentin kur nuk kishin mbetur as aleat, as zyra, as struktur. Hitler, që gjatë gjithë jetës së tij shmangu formalizimin e çdo lidhjeje sentimentale, e justifikoi këtë veprim si një gjest e drejtësie ndaj saj. Ata që ishin të pranishëm në sken, treguan se Braun nuk shprehu emocion të dukshëm. Ajo ruajti qetësinë, u përgjigj me qartësi, dhe më pas u tërhoq në heshtje. Në letrën e saj të fundit, drejtuar një shoqeje të afert, ajo shkroi se vendimi I saj ishte përfundimtar dhe se dëshironte të trajtohej me të njëjtën dinjitet në vdekje. Orët në vijim kaluan midis hartimit të dokumenteve, takimeve të shkurtra me krerët ushtarak dhe përgatitjeve për mbylljen përfundimtare. Hitler shmangu dhënien e urdhrave kontradiktor. Ai ishte I bindur se rrethimi sovjetik nuk do të thyhej. Kërkoi vetëm të siguronte që trupi I tij të zhdërohej plotësisht në Hi. Në dhomen e tij private u ruajtën disa kapsula cianuri. Gjithashtu u vendos një revolver. Braun mori të njëjtën udhëzim. Nuk pati prova as fjale me finale. Me 30 pril, rreth orës 3 pasdite, u dëgjua një shtën e mbytur. Dyert e zyrës u hapen minuta më vonë. Hitler dhe Eva ishin pa jetë. Ajo kishte gëlltitur cianur, ai ishte qelluar në tëmt. Akti ishte I shpejt, pa rituale, as dëshmitar brenda. Personeli I ngarkuar I mbështolli trupat në batanie, I transportoi në dalje të bunkerit dhe I vuri zjarin me benzin, duke përmbushur udhëzimet e fundit të marra. Lidhja që të dy kishin vulosur 24 orë më parë u fik në mënyrë mekanike. Asnjë shënim nuk u gjet mbi fjalë të ndërsjella, as nuk u la dëshmi e objekteve personale të përbashkëta. Unaza e fesës nuk ekzistoi kurrë. Fotografitë e dasmës u ndaluan, e vetmja gjë që mbijetoi ishte dokumenti I firmosur dhe përmendja e shkurtër që Hitler bëri në testamentin e tij, duke theksuar Even si shoqe e shumë viteve. Në muajt pasues, mbetjet e bunkerit u plaçkiten. Dokumentet e rikuperuara u analizuan nga forcat aleate. Midis tyre u gjet kopja e certifikatës së martesës e vërtetuar nga Wagner. Ajo fletkaloi të bëhej pjesë e arkivave të tribunalit të Nurembergut, donse nuk u paraqit në gjyqe si prove drejt për drejt. Ceremonia, pavarësisht se ndodhi, u konsiderua një akt personal, pa lidhje juridike me funksionimin e regjimit. Interrogjimet e kryera ndaj të mbijetuarve të rrethit të Hitlerit konfirmuan detaje minimale. Ceremonia nuk zgjati më shumë se 20 minuta, nuk u përdoren simbole fetare, as nuk pati ushqime as dekorim të veçantë. Ambienti ishte I xymt, vendjesia mbizotëruese ishte dorëzimi. Asnjë antar I komandës së lartë nuk shprehu mosmarrveshje. Dasma interpretohej si një formalitet që Hitleri detyrohej vetes. Ndryshe nga lidhjet e tjera të mjedisit nazist, të shënuara nga rituale gjermanike ose referenca simbolike ndaj të kaluarës tërgjushore, këtë herë nuk I u drejtua skenografive as formulave ceremoniale të përpunuara. Kushtet materiale të bunkerit dhe kolapsi I afert I regjimit pengonin çdo lloj montazi ritual. Ishte një akt I shkurtër, I zhveshur nga çdo zbukurim, pa publik as liturgji. Mjaftuan një tavolinë, 2 emra të shqiptuar me formalitet dhe firma në një dokument që parashikonte shkatërimin e tij. Braun, e cila ishte mbajtur si hije për vite,
gjeti njohje vetëm në ditën e fundit të jetës së saj. Nuk mori tituj as prona, nuk u përmend në proklama zyrtare, nuk pati varë. Por prania e saj në aktin final të Rajhut të Tretë vullosi një kapitull që, me vendim të Hitlerit, duhej të mbetej pa trashëgimtar, pa trashëgimi institucionale dhe pa vazhdimsi. Martesa ishte, në këtë kuptim, një mbyllje private para kolapsit. Skena, në shpërsinë e saj, u rrëfye në raportet e mëvonshme nga ata që mbijetuan. Asnjëri prej tyre nuk i dha një vlerë sentimentale. Bëhej fjalë për një veprim të kalkuluar, të programuar, pa devijime. Hitler nuk la hapësirë për improvizim. Në reshtat e tij të fundit të shkruara, ai pohoi se vdekja e tij dhe e Evës duhej të shmangnin çdo përdorim propagandistik. Ai kërkonte të zhdukej si figurë, jo të linte një mit. Dasma pra mbeti e mbyllur në atë nën tokë, pa imaze, pa lule, pa fjalime. Vetëm një vendim i vullosur disa metra larg shkatërimit total. E vullosur ajo akt final, pjesa tjetër e dasmave të analizuara fiton një dimension tjetër. Ishin festime që ju përgjigjin një logjike të ndryshme, simbolike, përjashtuese, ezoterike. U shmangën nga çdo riti krishter dhe adoptuan elemente stërgjyshore të riinterpretuara nga elita e regjimit. Shpata në vend të unazave, altar guri në vend të kishave, tokë mbledhur nga fusha historike në vend të bekimeve. Për këtë u përcaktuan si pagane, sepse nuk kërkuan të shenjtronin dashurinë, por të riafirmojnë një kozmovizion të mbyllur, ku gjaku, raca dhe bindja shënonin kuptimin e çdo bashkimi. Martesa u shndërua në një instrument të pushtetit, i modeluar për të përshtatur brenda kultit politik që e përthithte gjithçka.